Puna e patriotizmit, veç me thani gjatë që nuk kualifikohet patriot vetëm ai që mori armën, ju lutem. Patriotizmi ka lloj-lloj formash. Do thotë ne nuk mundemi me thënë tash vetëm ata që ishin në luftë ishin patriot, se patriotizmi ndaj dhe shprehet në mënyra të ndryshme. Po. Tani prapë më kthye te pyetja juaj e fundit. Ndeshja e futbollit Shqipëri-Serbi është tej asaj që është sport. Po. Thotë, këtu është pse edhe po flasim sonte, po ashtu. Është edhe politikë, është histori, është armiqësi, gjithçka. Kështu që do të më kuptua edhe shtetin shqiptar që edhe ata i mundua dhe pasi ju e përmeni pak këtë problem që ne nuk i dim krejt, asu si di se krejt po thëmë që si dim krejt punë të sportit. Po do të më kuptua pak shtetin shqiptar që nuk ka qenë vetëm një ndeshje futbolli. Prandaj edhe ne nëse dojmë të tregojmë respekt për Shqipërinë dhe për vendimet e tyne, unë nga ky drejtim nuk isha me usill në mënyrë euforike as sonte as të tjerë çfarë bëjnë, ne për si reagojnë. Por unë mendoj që kemi një problem tjetër më të madh që ndoshta nuk po flasim që edhe Andreu po thotë. Ka ndoshta nga pavarësia e Kosovës, po sidomos ky 10 vit që i fundit, ka këtu pak një frymë në Kosovë, edhe në Shqipëri po ashtu, që sikur ka një po ngritet një lloj rivaliteti. Ka nis njëherë me muzikë, njëherë me kulturën, njëherë me biznes. Shqipëri-Kosovë. Po, çdo kush për fryn çfarë drejtim. Edhe mendoj që kjo është më shumë e dëmshme, që ky lloj diskursi që po ndërtohet edhe ndaj edhe këtej. Për shembull, shikoni matjes e opinionit si kanë qenë këtu në Kosovë përpara 20 vitesh, që njerëzit kanë qenë në përqindjen më të lartë nëse votojnë sot, a do ishin bashku me Shqipëri, ka qenë përqindje shumë e lartë. Në Shqipëri ka qenë para 20 vitesh, përqindja ka qenë shumë e ulët. Këta që janë kundër bashkimit kombëtar, këta mbetje. Shikoni këto kanë ndryshuar. Këta janë tradhtor të kombit shqiptar. Kush është kundër bashkimit kombëtar, ai është shqiptar. Ai veç fol shqip. Nuk është çdo shqip fol shqiptar. A disa kush fol shqip? Nuk mund të kosh shqiptaraj. Shqiptari ta nëse punon kundër flamurit kombëtar, nga ana njerëzore, kundër bashkimit kombëtar. Amaneti dëshmuarve ka qenë betimi ju që kesë edhe gjitha jenë edhe amaneti rilindasve edhe prej Gjesh Kastriotit dhe deri ditët e sotme metet bashkimi kombëtar. Unë e kom thonë në disa misione tjera televizive, na jemi vesh kufumat gjolla që kundërmoj mirë nëse nuk punojmë për bashkim kombëtar. Jo, e tregoj mirë, një realitet e një disponim që ka qenë mas lufte e vëqëforë është tash. Tash kemi disponime kundër bashkimit kombëtar, e këto e kanë pompu njerëz që kanë kombe kosovore, kombe private, inkubator, si në Xhbedi Spaje dhe disa tjerë. Po, ata që i trumpetojnë këto marrëzi, se marrëzi është ajo. E kështu që na duhet me luftu kundër marrëzisë. Kosova është shqiptare, edhe ka me konë gjithmonë shqiptare. Edhe troje tjera që jenë në pushtimi slavo-grek janë shqiptare. Na duhet me pos aspirata ndaj troje tuna. Jo kur kish presidenti thoshe aspirata për bashkim me Kosovë lindore, dershin ata tash të quajtur, mashtrues të bashkimit kombëtar, dershin u bëjsin një thort flak pa kosatisorit. Kështu që na duhet me punu, nuk po du me ndërprej pastore, se ka me folë edhe kolegu i nderuar, na duhet me punu natë ditë për bashkim kombëtar.